Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini edhe në pasditën e sotme. Në pjesën e parë të këtij emisioni do të ndërlidhemi me personalitetin e ditës, ku sot do të flasim për biografinë, veprimtarinë dhe karrierën e trajnerit të klubit futbollistik Arsimi të Gostivarit, zotri Labinot Musliu. Përshëndetje profesor dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Faleminderit që na keni nderuar. Fillimisht ne kemi si tradicionale në emisionet tona flasim pak për biografinë e të ftuarve, të mësojmë pak më shumë një letër njoftim të shkurtër rreth biografisë tuaj fillimisht. Atëherë unë, siç po tencuat, jam Labinot Musliu, aktualisht pjesë e stafit teknik të klubit futbollit Arsimi, ligën e parë republikane të Maqedonisë. Vi nga Forina e Gostivarit. Jam i martuar, baba i 2 vajzave të mrekullueshme. Dhe paka shumë karriera ime futbollistike nuk ka qenë në nivele shumë profesionale. Kam luajtur deri në mosha 28 vjeçare në nivele amatore. Pastaj ju reka rrugës së trajnerit, që ishte në moshë shumë të hershme, do thot nga mosha 28 vjeçare. Fillova me procedurën e licencimit si trajner. Në momentin që mbarova me licencimin, me B licencën për trajner në pranë Federatës së Futbollit të Maqedonisë, vazhdova si trajner në Akademinë e klubit të futbollit Gostivari, ku kam punuar deri në vitin 2023. Në ndërkohë kam qenë edhe asistent në ligën e dytë në klubin e futbollit Vardari në Forin, nga edhe ku vi, me një koleg, me një bashkëpunëtor që është për hir të së vërtetës nga Tetova. Dhe nga viti 2023, edhe aktualisht jam në pjesë e stafit teknik të klubit futbollit Arsimi nga Çegrani i Gostivarit. Një përvojë e bushme në sport, por si kujtoni hapat e parë në këtë drejtim? Pra kjo përvoja juaj si ka filluar në sport e deri më sot? Këtë rrugtim si e keni pasur? Realisht kur kam qenë futbollist aktiv, sepse duhet ta potencoj edhe këtë, ta them edhe këtë, vi nga një familje sportdashësish, babai im, gjyshi im, ingjer, xhaxhai, familja ime njihen në ata anë si futbolldashës, domethënë kanë kontribuar në themelimin e klubeve të ndryshme të futbollit në Forin, Çegrane dhe të tjera. Dhe jam rritur në familje ku është kultivuar sporti dhe si i tillë edhe unë në moshë të herët kam filluar të merrem me futboll. Ndërsa për çështjen e punën e trajnerit, nuk është se kur kam qenë aktiv si futbollist e kam menduar se ndonjë ditë do të bëhem trajner, mirëpo në biseda të ndryshme, me shok, me miq, me dashamir, me persona më të vjetër, të cilët kanë qenë pjesë e proceseve sportive, futbollistike, trajner të ndryshëm, si dhe nga pasioni i cili më ka udhëhequr çdo herë, edhe më udhëheq edhe sot e kësaj dite që bisedojmë, fillova rrugën dhe ja ku jam sot, gati 13 vite me këtë profesion. Ku është fundi nuk i dihet, mirë po çdo herë profesionalizmi, pasioni dhe përkushtimi maksimal kanë qenë ata të cilët më kanë udhëhequr dhe do më udhëheqin derisa ta bëj këtë profesion. Ka qenë ky rrugtimi juaj me sfida, me vështirësi, apo sporti është antistres terapi për sportistët? Kur je futbollist do kisha thënë se mbase në nivele amatore flas, mbase është edhe një antistres shumë i mirë, po në momentin që kalon në profesionalizëm, këtu doza e ngarkesës psikologjike rritet shumë, më besoni. E aq më tepër rritet edhe tek trajnerët, sepse shpesh e bisedoj me futbollistët të cilët janë aktiv sot në ekipin ku punoj, shpesh edhe potencojnë në formë shakaje, halal ju qoftë ju e trajnerëve, si e bëni këtë punë, na thonë. Është punë me ngarkesë, do thoja, submaksimale, sepse është një proces ku kërkohet shumë menaxhim, ku kërkohet shumë përkushtim, ku kërkohet shumë kohë, ku kërkohet shumë vëmendje, ku kërkohet shumë sakrificë. Do thotë, nëse krejt këta parametrat të cilat i përmenda deri më tash, duhet të renditeshin sakrifica është e para, sepse mbi gjitha në fund ditës, pavarësisht se është profesion për të cilin paguhemi, sakrifica e anashkalimit të familjes, të kohës e cila është shumë e çmueshme dhe marrja me një profesion të këtill që është sa profesional po aq edhe pasionant, është një sakrificë e cila kushton shumë në kohë dhe edhe në shëndet, do kisha thënë, edhe në shumë faktor tjerë.
dimensione tjera. Po megjithatë të flasim pak për përvojën tuaj në klubin e futbollit Arsimi. Një ndër sukseset mund të cilësohet si më të mëdha të karrierës tuaj. Si po shkon ky rrugëtim, kjo përvojë në këtë klub? Është e vërtet kjo që thoni ju, sepse që nga momenti i parë që fillova të punoj te ky klub, në sezonin e parë arritëm të kuotohemi në vendin e 4 në tabel, nga gjithse 16 ekipe që garojnë në ligën e dytë. Pastaj sezonin e dytë që ishte historia edhe suksesi më i lartë i klubit në këtë traditë 50 vjeçare që e ka klubi, 50 ca vjeçare. Është arritje që realisht jo që nuk e kemi dashur, e kemi menduar, por nuk e kemi pasur asnjëherë në prioritetet tona, nga se duke analizuar edhe duke pasur parasysh shumë faktorë, shumë sende të cilat të shpihen tek suksesi, aty jo që kanë munguar, por kanë qenë të limituara. Dhe të arrish këtë sukses në kushte dhe rrethana të tilla, nuk është sukses historik, po nuk di si ta determinoj dhe si ta titulloj saktësisht, nga shkaku se kur të i kalohen të gjitha pritshmëritë dhe të gjitha ambicjet edhe të njeriut më ambicios në klub, kjo definitiv është një punë e cila besoj që dash Zotit të na të i kaloj dikush në të ardhmen edhe të arrijë edhe suksese edhe më të mëdha në këtë klub, as pak nuk do ishte nuk është në natyrën time të më pengoj suksesi më i madh i dikujt tjetër, por realisht mendoj që do mbahet në gjatë, shumë gjatë. Shumë e bukur. Po megjithatë, cilat janë disa nga arritjet apo sukseset ose trofeet që ju i keni fituar që do të kishit dashur sot t'i ndani me publikun? Siç potencova në fillim kur fola shkurt për biografinë time si trajner, unë kam filluar në vitin 2012, në gusht të vitit 2012 të punoj në Akademinë e Klubit Futbollit Gostivari, dhe kam punuar me gjitha gjeneratat të cilat garojnë në garat rajonale dhe republikane të futbollit të rinjve. Do thot nga mosha U10, U11 deri në moshën U18. Dhe në çdo gjenerat me cilën kam punuar, kam arritur realisht rezultate dhe suksese të cilat më kam bërë fillimisht mua të ndjehem krenar dhe më kam bërë krenar në aspektin që kam punuar me djem ose konkretisht me fëmijët, sepse ata realisht kanë qenë fëmijë ose të ri, të cilët kanë qenë shumë ambicios dhe të cilët nga profesioni dhe nga dia ime profesionale kanë mundur dhe kanë shkputur atë pjesë të cilën unë kam dashur që dua të përcjell. Do thotë është një satisfakcion shumë i lartë suksesi, po mbi gjitha është satisfakcion më i lartë pjesa kur një djalosh apo një voglush i moshës 12-13 vjeçare në një moment vin dhe fillon të stërvitet me ti dhe e sheh se mbas 2 viteve ka një rritje, një ngritje shumë të madhe në cilësi dhe në fund kjo kurorëzohet me shumë suksese. Do thotë në shumicën e rasteve me gjenerata të cilat i kam udhëhequr, kam arritur të dal 2 herë kampion me gjeneratën U12 në nivel rajonal, pastaj me gjeneratën U13 në nivel rajonal, gjithashtu në rajonin Gostivar Tetov, dhe suksese kemi pasur edhe në garat finale, të cilat mbahen pranë Federatës së Futbollit të Maqedonisë. Pastaj me grup moshat me të cilat kemi konkuruar në Superligën e të rive, në ato vitet të cilat kam punuar unë, do të kanë qenë suksese me gjeneratat U16, 17, 18, 19, ku mbi gjitha parimi dhe principi im i punës kanë qenë profesionalizmi i skajshëm, futbolli i bukur, modern, intenziv. Këto kanë qenë pikat të cilat më kanë udhëhequr dhe çdo herë ma kanë dhënë edhe mua, po edhe fëmijëve konkretisht futbollistëve të cilët kanë qenë pjesë e ekipit ku unë kam punuar, do thotë në fund janë sinkronizuar ambicjet, qëllimet, profesionalizmi me pritshmëritë dhe me atë pasionin e futbollistëve të cilët çdo herë duan që të arrijnë më të mirë. Të ndalemi edhe pak tek klubi i futbollit Arsimi. Si e vlerësoni sezonin e parë të Arsimit, ku arritët të përfundoni në vendin e 4, nëse nuk jam gabim? Flitni për sezonin e kaluar. Kaluar, jo, kemi përfunduar në vendin e 2, konkretisht parin, sepse kemi qenë me pikë të barabarta me Makedonia Gjorçe Petrov për hir të golaverazhit ose po duelit direkt me ata janë cilësuar si kampion të ligës.
Deri në këtë moment që flasim, do të thotë kemi luajtur 13 xhiro në ligën e parë, në sezonën tonë debitante në ligën e parë. Do të thotë duhet jemi sinqert edhe në këtë pjesë, jo unë, po edhe stafi teknik me cilin punojmë bashkë, gjithashtu edhe kryesia dhe auditoriumi sportiv i cili na mbështet, është sezon edhe arritje më së e kënaqshme. Ne për momentin rënditemi në vendin e 7 nga gjithsej 12 ekipe dhe kuotojmë me 15 pikë. Them sërish, për të gjykuar apo për të cilësuar rezultatin duhet analizuar edhe faktorët, kushtet, mënyrën dhe rrethanat në të cilën punohet. Neve jemi debutant, e them sërish, punojmë, stërvitemi diku tjetër, luajmë ndeshje diku tjetër, dhe ekipet tjera të ligës së parë tek ne shohin si një objekt ku mund realisht të marrim pikë. Dhe kjo në situata të caktuara na ka penalizuar. Neve kemi paguajtur, do thoja, edhe çmimin e mos përvojës në ligën e parë, sepse është hera e parë që jemi në ligën e parë. Nëse këtë faktor nuk do ta kishim parasysh, mendoj që lirisht do të mund të kishim 7 ose 8 pikë më shumë dhe do të kishim 22 ose 23 pikë, që do ishte super rezultat. Jo që kjo është keq, është super edhe për ambicjet tona, është për te i pritshmërive tona, por çdo herë them nuk ka pse të na mungojnë ambicjet edhe të synojmë që të marrim edhe më mirë edhe më shumë. Më shumë, sigurisht, gjithmonë ka nevojë për më tepër. Të ndalemi edhe pak në karrierën tuaj, në përvojat e juaja. Si kujtoni ju pjesëmarrjet në turne në Ballkan, pastaj në Bazel, në Slovaki, dhe janë momente që duhet besoj të ndahen edhe me publikun që kanë bërë me karrierën tuaj? Kur kam punuar tek Akademia e klubit futbollit Gostivari, çdo herë kam synuar që me gjeneratat me cilët kam udhëhequr të marrim pjesë në për turne eminente evropiane, qofshin ato kombëtare, qofshin rajonale, qofshin edhe më gjërë. Dhe thot, turnet të cilët i përmendët ju, jo që kemi marrë pjesë, jo që kemi qenë vetëm nur, por më besoni që kemi marrë edhe rezultate shumë të mira, shumë të kënaqshme, të cilët kanë qenë për te i pritshmërive tona. Pse kam insistuar që të marrim pjesë? Arsyeja ka qenë shumë e thjeshtë. Nuk është qëllimi dhe arsyeja që ne të matemi vetëm në nivel rajonal, Gostivar, Tetov, Kërçov, Struk, ose ku ta di unë, Kumanov, Shkup, ose po të matemi edhe me Shqipëri e Kosovë. Ideja ka qenë që çdo herë të shohim futbollin të cilën e stërvisim dhe futbollin të cilën e luajmë me grup moshat e reja, a është në hap dhe a është i konkurueshëm edhe me gjeneratat apo me grup moshat të cilat luajnë në shtete, për shembull si Zvicër, Slovaki, Serbi, apo diku tjetër, për shembull në shtetet me grup moshat me të cilën ngaron. Neve filluam me gjeneratën unë 12, kemi marrë pjesë në një turnir të cilën e përmendët Hallen Masters, i cili organizohet në qytetin e Bazelit në Zvicër. Është turne shumë eminent, ku marrin pjesë për shembull ekipet më të mira të Zvicrës, duke filluar nga Bazeli, Ciri, St. Gallen, po kanë marrë pjesë atje dhe Barcelona, Juventusi dhe ekipa shumë eminente. Si përvojë e parë aty kemi prezantuar shumë mirë, për skaj asaj që tek voglushat atëherë kishte një droje, kishte një pritshmëri tjera, rezultate tjera, po ka qenë përvojë shumë e madhe. Pastaj është një turne në Serbi ku kemi marrë pjesë në Novi Pazar dhe kemi arritur deri në gjysmëfinale, kemi luajtur në gjysmëfinale, kemi humbur, më besoni, me Partizanin e Beogradit, që Partizani i Beogradit për tash është pjesë tjetër e çështja e raporteve tona me atë nacionalitet, për në aspekt sportiv, në aspekt futbollistik, gjeneratat më të vjetra e dinë se kush ka qenë Partizani i Beogradit. Do thotë, fëmijët e tyre kanë arritur që të luajnë kundër asaj ekipe që është një akademi shumë e fortë, shumë e zhvilluar. Pastaj është turneu i Fragaria Cup në Slovaki, ku kemi marrë pjesë në Evropën veriore, nëse nuk gaboj është turneu i dytë më i fortë. Dhe në pjesëmarrje të 100 ekipeve në grup moshën e U12, neve kemi rënditur në vendin e 5, që është një arritje, më besoni, shumë e madhe. Pse i përmendi gjithë këto situata dhe këto pjesëmarrje? I përmendi nga shkaku se në momentin që mbaruan këto turne dhe në momentin që kalon 6 muaj apo 1 vit pas këtyre turneve, gjenerata si gjenerat, po edhe fëmijët individualisht, çdo njëri prej tyre,
kanë qenë në një nivel tjetër garues dhe kanë pasur një shpirt, kanë pasur një profesionalizëm tjetër, kanë pasur një kualitet dhe një cilësi shumë më të lartë se përpara pjesëmarrjes. Përse? Për shkak se ty aty garon me gjenerata dhe me grup mosha, me ekipe shumë të forta, të cilët kanë shumë traditë më të vjetër se ne në futboll, edhe kushte, edhe kanë faktore, edhe kanë rrethana, edhe kanë momente të cilat janë shumë më larg se ne. Dhe kjo është ajo e cila besoj edhe gjykoj edhe vlerësoj se jo vetëm gjeneratat të cilat unë i kam udhëhequr edhe në klubi ku kam punuar, po edhe në klube tjera kjo është një domosdoshmëri edhe një nevojë kohës në aspekt profesional. Megjithatë duhet të ndalem edhe në një tjetër përvojë të juajën. Angazhimi juaj si koordinator i kampit të Realit të Madridit në Maqedoninë e Veriut në vitin 2018, një tjetër realitur shumë e rëndësishme. Në momentin që kam marrë ftesë për atë pozicion, nuk kam hezituar as pak, do thot mund të publikisht, do thot kam punuar aty pas një pagesë, pas një kompenzim dhe kam ditur se pse duhet ta bëj këtë punë, sepse në ndërtimin e karrierës, e thash në fillim, karrierës si trajner në këtë rast, duhet edhe sakrificë financiare, por është sakrifica e tjera. Pse? Sepse nëse don të arrish nga shkalla 1 deri në shkallën 10, duhet këto momente, këto situata të kalohen hap pas hapi. Arsyeja ka qenë e thjeshtë sepse është nder, është privilegj, po është edhe ngritje profesionale të punohet me trajner të akademisë Realit të Madridit, të cilët aso kohë kishin ardhur në Maqedoni dhe dëshironin të organizonin një kamp, i cili organizua në Ohër në janar të vitit 2018 ose 2019, si jam shumë i sigurt. Dhe pjesëmarrja ime aty ishte një ngritje tjetër profesionale nga shkaku që gjatë qëndrimit një javor kemi punuar dhe kemi qenë bashkë me trajnerët të cilët punojnë në Akademinë e Realit të Madridit, ndërsa njëri prej tyre në një periudhë ka qenë edhe asistent i Zinedine Zidane në ekipin e parë të Realit të Madridit. Pjesa më e bukur e asaj ka qenë sepse shumë fëmijë të aso kohe, të cilët kanë qenë në moshë 12-11 vjeçare, sot janë futbollistë në ligën e parë të Maqedonisë. Dhe ato momentet të cilat i kemi ndajtur bashkë, unë sot i takoj ato dhe njihemi me ato nga ai moment. Pjesa tjetër më e bukur edhe më profesionale ka qenë që në momentin e darkimit e ndejës në mbrëmje me këto persona të cilët ishin spanjoll dhe ne e dim se çfarë do me thonë Spanja në futboll dhe çfarë niveli kanë ata, është pjesa ku ti mund të kuptosh se çfarë bën gabim edhe çfarë bën drejt, çfarë duhet përmirësosh edhe çfarë duhet marrish nga ato. Thotë si përvojë unë e çmoj shumë dhe cilësoj dhe mendoj që ajo më ka shërbyer dhe më shërben sot e kësaj dite. Ju përmendet pak më herët lojtar apo gjelmosha të ri. Të ndalem pak në atë që ka ndonjë lojtar që sot luan në nivele të larta e që ka kaluar në ndritimin tuaj, pra kur ju keni qenë trajneri i tij. Në këtë pjesë mund ta them me krenari, mbase edhe kemi punuar dhe jemi në moshë relativisht nuk jam, për shembull jam e përmenda në fillim në një moshë shumë të vjetër, po përvoja ime si trajner ka filluar shumë herët. Edhe gjatë kësaj periudhe, gati se 3-14 vjeçare, kemi punuar me shumë lojtarë cilësor, me shumë lojtarë të cilët kanë qenë ambiciozë dhe shumë punëtor. Një prej tyre janë disa, po unë do t'i veçoja, një prej tyre është edhe një ndër qendërmbrojtësit që unë i çmoj shumë, më të mirët në ligë, Imran Fetaj, që sot luan për Shkëndijën. Sot në gjeneratën kur kemi dalë kampion me U13, ai ka qenë pjesë e asaj ekipe dhe për cilin kam vetëm fjalë luksi, do thoja, fjalë profesionalist shumë i lartë, djalë i shkëlqyer, person shumë i mirë. Dhe nuk mendoj se Shkëndija do jetë kulmi i karrierës tij, mendoj se ka shumë për të bërë. Tjetër djalë që do e çmoj është lojtari i Vardarit, Shkupit, Eziz Spahiu, me cilin kam punuar dhe cili tashmë është në moshë 24 vjeçare dhe tash 6 vite që nga mosha 18 vjeçare luan në ligën e parë në ekipe si Tikveshi, tash aktualisht te Vardari, me cilin kam bashkëpunuar që në moshë 3. Pastaj kemi lojtarë të cilët luajnë jashtë shtetit, është Oktaj Rakipi, i cili luan në ligën e dytë slovene. Dhe ka edhe situata të tjera ku na ka ngel peng ajo se ka pas lojtarë shumë potencial, për të cilët për arsye të ndryshme me gjithë insistimin tonë si trajner ata e kanë ndalur këtë profesion, nuk e kanë
sepse është realisht është nga fillimi deri tek arritja e suksesit, rruga është e vështirë edhe jo çdo kush ja del edhe jo çdo kush ja arrin. Edhe kemi këtu edhe lojtarë tjerë, cilët janë aktualisht duke punuar me ne dhe cilët mendoj se për shkurt kohë do kenë peshë edhe rëndësi të veçantë si në ligën e parë të Maqedonisë, po ashtu edhe në nivele tjera edhe ndërkombëtare. Po, kur flasim për sukseset, përmendet kulmin e karrierës së futbollistit në fjalë. Por megjithatë, a mendoni që klubi i futbollit Arsimi do të jetë kulmi i karrierës tuaj? Cilat janë planet që ju keni për të ardhmen, ambicjet, ku mendoni të vazhdoni? Shif, nëse një trajner ose futbollist ose trajner është e njëjta situatë, nuk ka ambicie dhe nuk mendon për të ardhmen, unë mendoj se nuk ka pse e zhvillon këtë profesion. Unë jam gati 3 vjet në klubin e futbollit Arsimi, kam qenë pjesë e suksesit historik dhe besoj që kam një merit në këtë sukses, pavarësisht se merita më e madhe ju shkon futbollistëve. Dhe gati 3 vjet që punoj këtu, aktualisht jemi në ligën e parë dhe me kontratë deri në përfundim të sezonit garues. Por rrugët e trajnerit janë të sinkronizuara me rrugët e futbollistëve, do të thotë çdo herë ka mirë edhe më mirë. Pavarësisht kësaj, unë jam ambicios dhe kjo formë dhe kjo mënyrë më ka udhëhequr deri këtu. Sigur mos ishte kështu, nuk do kisha arritur edhe të punoj në ligën e parë si trajner, që për mua deri këtë moment që flasim jam krenar dhe ndjehem mirë për këtë rezultat dhe sukses të cilin e kam arritur deri tash. Pritshmëritë e mia janë që nuk i vendos vetvetes një presion tjetër psikologjik që detyrimisht deri në këtë periudhë duhet të arrijë këtë ose atë, por i lej sendet natyrshëm të rrjedhin, sepse gjykoj që unë si trajner dhe si profesionist në këtë sferë duhet të mbindërtohem, sepse futbolli është proces i cili është në lëvizje dhe nuk qëndron me një pozicion, por nuk i dihet nesër ose mbas një viti ose mbas 6 muajve ku do lëvizim dhe si do ecin rrugët profesionalit mijat. Unë jam i hapur për bashkëpunime të reja, jam i hapur për sfida të reja dhe gjithsesi që në të ardhmen besoj që këto do të ndodhin. Cilat janë disa ndoshta nga elementet të cilat duhet t'i posedojë një trajner? Që mbi gjitha është aspekti profesional. Unë mendoj se si çdo profesion tjetër edhe këtu më i rëndësishëm është edukimi. Kur flas për edukimin është parimare licencimi. E dyta punë është mbindërtimi profesional. Këtu kur e them këtë mendoj se në mbindërtim profesional hyjnë shumë sende, shumë faktor. Aspekti njerëzor, aspekti tekniko-taktik, aspekti psikologjik, edhe aspekti i kapjes së trendeve të cilat janë në për Evropë dhe në për botë gjetiu. Një trajner duhet jetë i aftë që të, sidomos ka 2 momente, nëse punon në futbollin junior të rinjve, në të gjitha gjeneratat, aty ka më shumë aspekte pedagogjike, sepse aty mësohet futbolli, ndërsa në futbollin senior është një situatë tjetër. Këtu ka më shumë aspekti menaxherial vinë në shprehje, çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton nëse në një ekip ke 24, 25, 23 pavarësisht sa futbollisti ke, duhet menaxhuar me to, në aspekt që të gjithë në një farë mënyrë të jenë të kënaqur dhe asnjë mos jetë i ofenduar ose i lënë anësh. Këtë moment besoj që duhet pasur kujdes si trajner, të paktën për përshtypjet e mia. Dhe momenti i dytë është aspekti i përzgjedhjes taktike. Çka nënkupton kjo? Aspekti taktik nënkupton përzgjedhjen më të mirën prej këtij grupi, do të thotë 11 që më të mirë, edhe 5 lojtarë të cilët do të kenë të drejtë të inkuadrohen si zëvendësime, duke pasur parasysh performancën e tyre për gjatë stërvitjeve javore, duke pas parasysh kualitetin, duke pas parasysh edhe kundërshtarin me cilin ballafaqohesh, sepse një javë mund të kesh një formacion tjetër, javën tjetër, kjo varet gjithsesi nga kundërshtari, nga rrethana, nga forma, nga disponimi, nga performanca, siç potencova më herët tek stërvitja. Do thotë është një personalitet i kompletuar i cili duhet sfidohet javë pas jave, ditë pas dite, muaj pas muaj edhe në fund të vlerësohet puna e tij profesionale
në bazë të rezultateve, sepse ky profesion, si shumica e profesioneve, po dhe kjo është më evidente në fund ditës dhe në fund sezonit vlerësohesh në bazë të rezultateve. Sa rezultate ke arritur, ashtu fund ditës edhe paguhesh, po edhe ecën karriera në Progredon. Po, në progres. Po. Përveç kësaj, ju kemi parë edhe si analist sportiv në për shumë emisione debative apo emisione sportive. Të flasim pak edhe për këtë përvojë? Po, që nga viti 2018 e këndej, kur kam marrë ftesën e parë për pjesëmarrje në një panel diskutimi si analist nga kolegu juaj, atëherë në tjetër televizion, dhe që deri në momentin që flasim në këtë situatë, unë kam qenë pjesë i debateve, ase po ta themi analizave të ndryshme në për eventet e mëdhaja, kampionate evropiane, kampionate botërore, ku kam gjykuar se përvoja ime profesionale ka qenë në nivel të kënaqshme që të jap opinione, që të jap mendime profesionale rreth ekipeve, rreth lojtarëve, rreth evenimenteve dhe çdo herë duke pasur parasysh gjithsesi edhe atë mbi ndërtimin tim profesional, këndvështrimet e mia rreth lojës së futbollit, rreth analizës së futbollit, kam vlerësuar që ka qenë e duhur dhe ka qenë e nevojshme që të jap këto parametra, këto këndvështrime në situata të ndryshme dhe në rrethana të ndryshme. Dhe për fund, cilat ishte porosia juaj për të rinjtë që dëshirojnë të merren me futboll? Çfarë kishte porositur? Kjo është pjesa ndoshta më e bukur, por edhe më e vështirë në sport. Duhet që të ndjekin ëndrrën, sepse çdo fëmijë i vogël, sado i vogël qoftë, gjëja e parë dhe sendi i parë që e ëndron është të bëhet futbollist, sepse është loja më e bukur në botë, është sporti më i bukur në botë, dhe si të tillë udhëhiqen çdo fëmijë. Por ëndra duhet ndjekur dhe ëndra duhet realizuar me shumë mund dhe shumë sakrificë, sepse jo çdo kush i ka performansat dhe mundësitë që të bëhet futbollist, por rruga nga rekreacioni apo nga fillimi deri tek fundi është shumë e vështirë. Por asnjëherë nuk duhet bërë hap mbas, por duhet ndjekur edhe momentin më të rëndësishëm, edhe momentin më të vështirë, duhet kultivuar ajo pjesa e të mbrëmshmes, pjesa e cila është më e fortë se pjesa e cila ndodh në të vërtetë në realitet. Uroj që çdo i ri, çdo e re, sepse edhe vajzat detyrimisht merren me futboll dhe me sport dhe nuk ka këtu pse të habitemi, të arrin sa më shumë dhe të jemi, nëse pas një kohe vazhdoj ta bëj këtë profesion, nëse takohemi në ndonjë emision tjetër të flasim për një numër shumë më të kënaqshëm dhe shumë më profesional të arritjes së gjendëve dhe vajzave të cilët merren me sport dhe me futboll. Profesor, faleminderit shumë që na nderuat. Faleminderit juve për ftesën dhe uroj suksese në emisionet e juaja të radhës. Faleminderit kënaqësi. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne do të rikthehemi pas pak.